Në rastin konkret, mënyra se si ka funksionuar Këshilli Prokurorial i Kosovës, përkatësisht një pjesë e saj, gjatë takimit të djeshëm, definitivisht është një sjellje tërësisht arbitrare, tërësisht e kundërligjshme, është haptazi e kundërligjshme dhe që haptazi paraqet tendenca për mbajtjen e korporatizmit brenda sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës. Këshilli Prokurorial i Kosovës në asnjë rrethon as nuk mund të mbajë takim dhe as më pak të marrë vendime me 5 antarë, për shkak se nuk përbën quorumin e nevojshëm prej 6 antarëve, dhe që këtë quorum nuk e kishte në takimin e djeshëm dhe u bën një propozim shkarkimi i ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit dhe caktimi i ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të ri të shtetit, dhe e gjithë kjo pa pasur mbledhje pa pasur quorum për të mbajtur fare mbledhje. Kjo pasi u konstatua se nuk ka quorum dhe u mbyll takimi, më pastaj ata u rikthyen dhe morën këtë vendim. Në rastin konkret, përpos se nuk kishte quorum, në momentin kur mbyll takimi, sipas ligjit kërkohet thirrja e një takimi të rregullt ku duhet të njoftohen të gjithë anëtarët dhe gjysma plus një e tyre duhet që të jenë prezent. Për këtë arsye definitivisht se është një kundërligjshmëri dhe një arbitraritet e hapur dhe është një tendencë e hapur për ruajtjen e korporatizmit brenda sistemit prokurorial të Kosovës. Tash fillimisht kohë më parë zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë i kishte dërguar një letër në sistemin prokurorial të Kosovës, ku paralajmëronte disa çështje në drejtim të sabotimit, nëse mundem me thonë, të reformës në Këshillin Prokurorial të Kosovës, ku përmendej edhe çështja e ndryshimit të emrit të kryeprokurorit të shtetit. Dhe zyra e Bashkimit Evropian u bënte thirrje të njëjtëve që mos ta bëjnë veprimin të cilën e bën dje. Dhe gjithë kjo situatë, do thotë, dhe mënyra se si është trajtuar ky rast, mirë po mbi të gjitha, po e ritheksojmë, vendimarrja pa quorum në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës tregon përpos kundërligjshmëri, tregon tendenca të hapura, për mbajtjen e korporatizmit brenda sistemit prokurorial të Kosovës. Në janar të vitit të ardhshëm, pritet që Këshilli Prokurorial i Kosovës ta ketë një përbërje tjetër, për shkak se edhe numri i anëtarëve sipas ligjit të ri për Këshillin Prokurorial të Kosovës që përbën reformën në Këshillin Prokurorial të Kosovës e redukton numrin e anëtarëve nga 13 në 7. Dhe gjithë kjo situatë dhe gjithë këto përpjekje, diskutimet paraprake që kemi pasur në Këshill përkitazi me zgjedhjen e një anëtarie në Këshillin Prokurorial të Kosovës, definitivisht se pallaqësjen tregojnë për dyshime se kemi të bëjmë me tentativa për mbajtjen e korporatizmit brenda sistemit prokurorial të Kosovës.